Po damet janë damet mëdha, janë dame materiale për biznesin, kjo padyshim që rrit kostën e biznesit, po i shkakton edhe vështirësi në procesin e prodhimit, si në përmbushjen e afateve të kontraktuale që i kanë për dorëzimin e sasisë, po ashtu edhe për sa i përket pjesës së shkartit ose pjesës që shkon në dëm si rezultati i mungesës së energjisë elektrike. E para, kjo biznesit çdo reduktim janë rrit kostën e prodhimit për shkak se është i detyruar me përdor alternativa tjera nëpërmjet gjeneratorëve. Dhe është kosto ekstra e biznesit. E dyta, i gjithë lënda e parë ose gjysmë produkti i cili ndodhet në proces të finalizimit të produktit final, në momentin që ndërpritet energjia elektrike, kjo pjesë shkon në dëm dhe kjo i faturohet të biznesit. Dhe po ashtu, që ka shumë e rëndësi teknologjitë e fjalës së fundit, që i kanë ble bizneset tona, jo të gjitha punojnë përmes gjeneratorëve. Dhe në ato raste biznesi duhet me ndalë prodhimin edhe me prit derisa të kthehet energjia elektrike. Kështu që damet janë shumë të mëdha dhe kërkesa jonë është që të mos kenë ndërprerje të energjisë elektrike, mos i sfidojmë bizneset tani edhe me reduktime të energjisë elektrike, për arsye se boll kanë pas sfida gjatë vitit kaluar edhe në fillim të këtij viti. Ka me pas shumë vështirësi, siç e thash, për shkak rritjes së kostës së prodhimit, po edhe për shkak që nëse vazhdojnë me pas pengesa gjatë procesit të prodhimit, nuk do të munden që në kohë ta dërgojnë mallin te blerësi dhe do të bjen kërkesa për produktet tona. Kështu që prapë them, damet janë shumë të mëdha, mirë po kërkojmë që të stabilizohet gjendja me energji elektrike dhe të mos ketë biznesi, sidomos prodhues, të mos kenë probleme gjatë procesit të prodhimit. Shiko, dhe rrujtja e energjisë elektrike, është normale mu bë ftesë, mirë po duhet me pas një gjë parasysh. Biznesi nuk është fajtor pse nuk është investuar në rrjetin e kosit ose në rrjetet tjera të keskës, të kecje, keku, gjitha këto. Nuk është biznesi fajtor. Qeveria duhet ta thirrë kekun, duhet ta thirrë kecin, ta thirrë zyrën e rregullatorit të energjisë elektrike, duhet ta thirrë kostin dhe të bisedon se ku është problemi. Dhe të kërkoj prej tyre që biznesi të mos ketë ndërprerje të energjisë elektrike. Se si e menaxhojnë, çysh e menaxhojnë në çështjet tyre. Biznesi përkundër që kemi kërkuar një fazë të tranzicionit, se kemi ditë qysh në muajin qershor kur na ushton që me dalë në tregun e lirë, që nuk është i përgatitur as tregu i lirë, pas nuk kemi pjek kushtet me nxjerr bizneset në tregun e lirë. Dhe qysh atëherë kemi kërkuar fazën e tranzicionit dhe e kemi ditë që kemi më ardhur në këtë fazë. Kështu që duhet qeveria, nëse është në anën e zhvillimit ekonomik të vendit, duhet t'i ftojë këto institucione që mirën me tregtimin e energjisë elektrike dhe të kërkoj prej tyre që ta përmirësojnë rrjetin dhe biznesin mos ta penalizojnë duke reduktuar energjinë elektrike. Padyshim që po. Ne pe trajtojmë vetëm nga kondi i bizneseve tona që i kemi aktive tani, që janë brenda Kosovës. Po ku mund është ti me thirrë një investitor kur ti ke probleme me energjinë elektrike, s'ki sasitë mjaftueshme të energjisë elektrike. Cili investitor do të vijë me investu në Kosovë edhe me përcjell orarin e reduktimeve? Lutem, kosti, thirrja e kostit, që mos me ullë konsumin e energjisë elektrike për biznes është totalisht jo e logjikshme. Nuk mund është ti mi thonë biznesit mos prodhos sot se jetu shpenzu tepër. Biznesit ta pagun pjesën e shpenzimit. Ti ki për obligim me furnizu biznesin me energji elektrike. Më varet se sa do t'jemi efektiv dhe sa do t'jemi në kuptimin agresiv, në kuptimin pozitiv për me bërë reforma. Na vjen stabiliteti politik, na vjen reforma fiskale, na vjen reforma në sistemin e arsimit, na vjen reforma në sistemin e sundimit të ligjit, na vjen reforma në sistemin e shëndetësisë, po ashtu në diplomacinë ekonomike na vjen një ndryshim rrënjësor për ta përmirësuar imazhin e Kosovës dhe për ta bërë Kosovën një ambient më miqësor për investimet e huaja. Ne si odë ekonomike jemi të gatshëm, jem partner të gjitha institucioneve të vendit, qeverisë, kuvendit, presidencës e kështu me radhë, 24 orë në 7 ditëjavës për të mirën e zhvillimit ekonomik të vendit. Kem kuadra shumë profesionale, kem partner shumë të mëdhenj ndërkombëtar që kem realizimin dhe jemi të gatshëm që anën tonë, detyrën tonë, ne me krye me nder dhe me lënë gjurmë në ekonominë e Kosovës.